Përshëndetje. Shumëzimi me 5 i numrave të mëdhenj për të nxjerrë frikën fëmijëve. Kur fillojmë tabelën e shumëzimit, që fillojnë fëmijët të mësojnë, 2 herë 2, 4 herë 6, 24, 4, edhe deri në një farë pike që i mbajnë mend. Ndërsa kur fillojnë pastaj, ata sa më shumë kur rritën në numra në fjalë fillojnë dhe shikojnë vështirësi dhe fillojnë u hyn frikë, një farë frikë në fjalë. U hyn frika në kokë. Mirë, çfarë mund bëjmë neve? Ne mund të tregojmë metoda të tjera për të qetësuar, duke përdorur diçka të tillë, si për shembull, siç u kam thënë në një video tjetër, por pa e shkruar, sot do ta ilustroj me shkruar këtu, dhe të themi 2 shumëzim për 5. Po siç po them, këto me fjalë funksionon vetëm me 5, kjo metodë që po ju tregoj tash. Dhe rezultati del kaq shpejt dhe fëmijët kur ua tregon diçka tillë thonë wow, ku po shkojmë? Çfarë po? Mësuese apo dëgjon çfarë? Nga po na çon, u hyn frikë, u hyn me vërtet i frikë. Dhe kur fillon të shpjegon, atëherë fëmijët dashur, s'kemë nevojë as për solar, as për gjë, thjesht ne kemi bërë fjalën mbledhje dhe zbritit, këto i dinë të gjithë. Ja, kur arrim fjalë që bën në shumëzimet tek i dinë fjalë mbledhje dhe zbritit i kanë mësuar. Do të thotë, neve thjesht do përgjysmojmë këto numrat këtu. 200 e bën 1, 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 edhe në fund, mbasi kemi përgjysmuar gjitha, i vendosim një 0. Dhe kjo është shuma që del. Bëni, ndalojnë në video, bëni dhe shikoni. Atëherë, tjetër. Në rastin kjo ndodh fjalë, kjo është për numrat çift. Nëse kur nuk janë numrat çift, për shembull, le të themi 6, 5, 7, le të themi 9 edhe një herë këtu. Okej? Që nuk janë numra çift. Këtu ndryshon pak. Po dhe kjo prapë e thjeshtë është, shumëzim për 5. Atëherë, i thua fëmijëve, 6, gjysma e 6 është 3. Na mbeti, nuk na ka mbetur gjë fjalë. Gjysma e 5-s çfarë është? 2/2, po ne nuk shkruajmë dot 2/2, se jemi në shumëzim këtu tash. Në fjalë marrim atë çik më të voglën, e gjysmës, më që i bie 2/2, marrim më të voglën e thon 2. Mirë, po kemi ndonjë ndërmend këtu tash. Atë njerëzit që na mbeti këtu, e çojmë vend para 7-s. Dhe kemi 17. E bëm si 10, e bëm si 10 paketë. Në fjalë gjysma e 17-s i bie 8.5, po prapë nuk e vendosim atë 5, fjalë edhe ulemi çik poshtë dhe shkojmë e vendosim 8. Këtu na mbeti prapë 1, dhe shkojmë në 19. Shkojmë me fjalë të njëshin e para 9 dhe bëhet 19. Gjysma e 19-s çfarë i bie? I bie 9.5, me fjalë po prapë nuk vendosim. Me fjalë vendosim me 9-ën. Dhe na mbeti një gjysmë. Na mbeti një gjysmë. Dhe këtu tash si këtu lart vum për shembull e vum 0 në fund. Dhe sa këtra nuk vëm dot 0, sa ka mbetur gjysma, dhe gjysma i bie 5. Kjo është shuma që del. Dhe kur shpjegoj fëmijëve diçka të tillë, pa arritur pastaj në shumat këto më të mëdha, fjalë dëgjojmë për shembull 22 herë 10, 21 herë 21, diçka të tilla, kur shpjegojmë gjëra të tilla, më fal gjëra të tilla, që e shohin sa kollaj dhe kuptojnë sa kollaj është, se ka edhe vetëm për këtë, ka edhe për të shumëzimet e tjera, mënyra dhe ashtu të cilat unë do t'i tregoj në video të vazhdim, por thjesht isha të ilustroj këtë me 5-ën për shembull, që ta kuptojnë më mirë si prindit dhe mësuesit. Nëse mësuesit e praktikojnë akoma aq më mirë bëhet qefi, nëse jo, ua rekomandoj ta bëjnë. Atëherë, kaq ishte, kalofshi ditë të mbarë. Shpresoj se kuptuat. Nëse s'e keni kuptuar dhe keni pyetje, pyesni, shkruani, abonojeni, kishni lart dhe shpërndajeni. Kalofshi mirë.